dorën e gjithëve dhe unë shpresoj për një kompromis. Sa zgjedhje ti po ti kishe 51.1% të vota këtë çështje në frymën e konsenzusit dhe kompromisit me tjerët. Pa diskutim, unë mik të premis shpresoj që dhe këta do ta zgjedhin. Pse të zgjedh çdo dita në klimën e ankthit për kosovarët? Por megjithatë kërkohet bashkëpunim edhe prej palës tjetër. Unë e konsideroj atë që tha Ridvani më herët që duhet bashkëpunim pati nga Abligjiku se shkojnë takim. Po pa diskutim që ka shkuar, po do të ishte shumë e rrugës që partitë opozitare të përbashkoheshin fillimisht, të vinin me një kandidaturë të tyre të përbashkët. Kush do qoftaj, e konsideroj që Emira do t'ishte e pranuar për të 3 subjektive politike opozitare fillimisht, pastaj do t'ishte shumë e lehtë për të ndërtuar konsensusi, sepse ata do të barikadoheshin për atë emër, cili do qoftaj, dhe pastaj do t'a qonin si propozim të Zoti Kurti, i cili do t'a shqyrtonte me pjesën tjetër partisë. Disa, ose një emër të veçantë, ose disa emra, po megjithatë do të krijojë një alternativë, një mundësi. Barikadimi pas asaj që ne nuk kemi emër tonin, po nuk do t'a votojmë as emrin që vije për ju.